تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ne bidhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë libër madhështor, Kitabul Iman, libri i besimit, nga Sahih Muslim, me shpjegim të djetarit kolosal Sheikh Rabia rahimahullah. Dhe jemi të kapitulli Babu bayanil waswasati fil iman wa ma yaquluhu man wajadaha. Domethënë kapitulli në lidhje me vezveset, që i bëhen njeriu, domethënë për imanin e tij, dhe nëse ndikush përjeton një gjë e tillë, këto vezvese, çka duhet me thënë, si duhet domethënë me vepru. Në këtë kapitull ka përmend Imam Muslimi rahimahullah disa hadithe. Njëri hadithi i parë është që transmeton sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thotë: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا يتكلم به. Erdhën disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë se ne ndjejmë diçka në zemrat tona, ndjejmë diçka që na duket shumë e madhe dhe shumë e rëndë për të folur për atë çështje. Do thonë na vijnë mendime, me fjalë tjera, na vijnë mendime që na duken domethënë shumë të rënda për me i fol ato dhe me i përmend. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha: "Wa qad wajadtumu", a me të vërtet domethënë e përjetoni kët? A u ndodh me të vërtet kjo? Atëherë qalu na'am, po. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dhaka sarihul iman." Dhaka sarihul iman, kjo është besimi i qartë. Këto vezvese të tilla, nga lloji i këtij, është domethënë për argument dhe aludim për besimin e qartë tek njeriu. Dhe në një transmetim tjetër të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, po ashtu u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ose rreth vezveset, dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Tilka mahdul iman." Kjo është besimi i pastër. Do thonë te transmetimi i parë, kjo është besimi i qartë ose kjo është besimi i qartë, dhe këtu kjo është besimi i pastër. Kjo është domethënë besimi i pastër. Dhe po ashtu hadithi tjetër, hadithi i tretë që e përmend këtu Imam Muslimi rahimahullah, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yazaluna an-nasu yatasaaluna hatta yuqal hadha khalqa Allah al-khalq. Faman khalaqa Allah, faman wajada min dhalika shay'an falyaqul amantu billah." Në këtë hadith tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njerëzit do të vazhdojnë në pyetjet e tyre dhe do thojnë këto janë ose këta janë krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Këto i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Faman khalaqa Allah, e kush e krijoi Allahun? E kush e krijoi Allahun? Këtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Faman wajada min dhalika shay", nëse dikush prej juve e përjeton një gjë e tillë, i vjen një mendim i tillë, e ndjen një ndjenje të tillë, atëherë le të thotë, përgjigja është, shërimi është, shërim profetik: "Amantu billah", unë besoj në Allahun subhanahu wa taala. Dhe transmetimi tjetër është: "Amantu billahi wa rasulihi."
unë besoj Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe po ashtu hadithi tjetër, po ashtu e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya'ti shaytanu ahadukum fa yaqul man khalaqa kadha wa kadha hatta yaqula lahu man khalaq rabbak." Do më thonë, i vjen shejtani një njeriut, një personit, dhe i thot: "Kush e krijoi kët? Kush e krijoi kët? Kush e krijoi kët?" deri arrin te pyetja: "E kush e krijoi Zotin tënd?" E kush e krijoi Zotin tënd? Fa idha balagha dhalik, e nëse arrin çështja deri këtu, falyasta'idh billah wal yantahi. Atëherë le të kërkojnë mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala nga shejtani i mallkuar dhe le ta braktisë këtë mendim. Le të largohet prej këtij mendimit. Le të shmanget këtij mendimit. Dhe po ashtu transmetim tjetër që tregon të Ebu Hurajras radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Ebu Hurajras: "Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazaluna yas'alunaka ya Aba Hurajra hatta yaqul hadha Allah faman khalaqa Allah." Do të thonë njerëzit o Ebu Hurajra do të vazhdojnë të parashtrojnë pyetje. Dhe do të thonë se të gjitha këto i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. E kush e krijoi Allahun? Do të vinë njerëz domethënë, do të pyesin, do të parashtrojnë pyetje mas pyetje, derisa të vinë domethënë te pyetja me ta bëu domethënë e kush e krijoi Allahun subhanahu wa taala. Thot Ebu Hurajra radiallahu anhu: "Fa bayna ana fil masjid idh ja'ani nasun min al-a'rab." Duke qëndruar unë në xhami, më erdhën disa beduina. Atëherë, faqalu ya Aba Hurajra, o Ebu Hurajra, këto janë krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Faman khalaqa Allah, e kush e ka krijuar Allahun subhanahu wa taala? Do të thonë ndodhi ajo që e paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurajran radiallahu anhu. Dhe kjo tregon domethënë është argument për vërtetësinë e profecisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, kur ja bën këtë pyetje Ebu Hurajras radiallahu anhu, fa akhadha hasan bi kaffihi faramahum. Mori disa guralec në dorën e tij dhe i gjuajti ata njerëz. Edhe kjo tregon, thot Sheikh Uthemini rahimahullah në shpjegimin e këtij hadithit, nga xhelozia për Allahun subhanahu wa taala dhe për fenë Allahut subhanahu wa taala. Saqë domethën mori në dorë disa guraleca edhe i gjujti ato njerëz. I gjujti dhe u tha: "Thumma qal qumu, qohuni dhe largohuni. Qohuni dhe largohuni. Sadaqa khalili." Të vërtetën e ka thënë miku jem. Do të thonë kishte për qëllim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe po ashtu do më thënë në hadithe tjera përmend Imam Muslimi rahimahullah që shkojnë në këtë kuptim, në këtë drejtim do më thënë që shejtani i vjen njeriu do më thënë dhe i bën pyetje ose njerëzit derisa të përfundojnë do më thënë te pyetja e kush e krijoi Allahun subhanahu wa taala. Këtu në shpjegimin e këtij kapitullit thot Imam Rabia rahimahullah, kjo tregon domethënë për renditjen të bukur të Imam Muslimit rahimahullah në librin e tij, në Sahih Muslim. Sepse kur u përmend ajo çështja domethënë në fjala e Allahut subhanahu wa taala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Domethënë qoftë nëse e tregoni e shfaqni ju atë që e keni në zemrat tuaja, ose nuk e shfaqni, Allahu do të ju marrë juve në llogari. Kjo do më thonë, thot Sheikh Rabia rahimullahu, erdhi rënd sahabëve ridvanullahi alehim, që edhe për ato mendime, edhe për ato sende që nuk i folin, që nuk i shfaqin, që nuk i thojnë, do më thonë, që të merren në llogari, kjo do më thonë u erdhi rënd. Sepse ndodh, thot Sheikh Rabia rahimullah, që t'i vinë njeriu do më thonë në vezveze të këtij llojit, do më thonë, që u përmendën këtë hadithe këtu, që me ardh shejtani ose njerëz do më thonë, që ose vetë njeriu do më thonë, t'i vinë mendime të tilla që do më thonë në fund me përfundu të pyetja e kush e krijoi Allahun subhanahu wa taala. Prandaj pasi sahabët ridwanullahi alehim i u nënshtruan Allahut subhanahu wa taala
dhe pranun këtë ajet, edhe pse ishte i rënd, domethënë, në pikpamjen e parë, se për ato çështje të mbrendshme do merreshin në llogari, por kur ju nënshtruan Allahu subhanahu wa taala, atëherë erdhi domethënë në lehtësimi, dhe Allahu subhanahu wa taala domethënë e abrogoi domethënë në gjykimin e këtij ajetit, dhe domethënë e shpalli domethënë fjalën e tij, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon asnjë shpirt për te mundësisë së tij. Allahu nuk e ngarkon domethënë asnjë shpirt për te mundësisë së tij. E thot Sheikh Rabia rahimahullah, nëse njerëzit do ishin ngarkuar dhe do merreshin në llogari për ato mendimet që u kalojnë në zemrat e tyre, në mendjet e tyre, atëherë ishin shkatruar njerëzit. Nëse vetëm për mendimin që e ka njeriu, pa me e tregu, pa me e shfaq, do merreshte në llogari, atëherë njerëzit do të ishin shkatruar. Dhe po ashtu edhe nëse njerëzit do të ishin të ngarkuar dhe të detyruar dhe do merreshin në llogari për vesveset që i kanë ose që u kalojnë, po ashtu domethënë do ishin shkatruar. Por Allahu subhanahu wa taala u ka larguar këtij ummetit, u largoi domethënë këtë vështirësi. Nga mëshira e Atij Allahu subhanahu wa taala dhe mirësia e Atij, u largoi domethënë këtë vështirësi me ajetin që u përmend, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. E thot Sheikh Rabia rahimahullah në vazhdim, se njeriu në raste të tilla, kur i vijnë këto mendime dhe këto vezvese, duhet domethënë me luftu dhe me i rezistu shejtanit. Me luftu dhe domethënë me i rezistu. Dhe arma që shkatron shejtanin, për ata që kanë kuptim, thot Sheikh Rabia, për ata që kuptojnë dhe që logjikojnë, është domethënë kthehemi tek ajo që na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që më thënë amantu billahi wa rusuli, besoj në Allahun subhanahu wa taala dhe të dërguarve të tij, dhe po ashtu më thënë e ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam të vërtetën, se ky është imani i vërtet, ky është imani i pastër. Kjo e shkatron shejtanin. Ky lloj ilaçi profetik kundër këtyre vezveseve, që më thon njeriu amantu billah wa rusuli, dhe më thonë se ky është imani i prerë dhe i saktë dhe i drejtë. Dhe me kërku mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala nga shejtani i mallkuar, sepse thot Sheikh Rabia rahimahullah, ka disa prej njerëzve që kanë ignorancë, ata që nuk e marrin këtë këshill dhe këtë udhëzim profetik, dhe vazhdojnë në ato mendime dhe në ato vezvese, derisa shkon çështja në çmenduri. Derisa kalon domethënë situatat e ai personi, çaj të çmendet domethënë. Çaj të çmendet dhe të ik mendja. E nëse ose sikur ta kishin ditë këtë shërim profetik, shumë prej tyre domethënë do të kishin shpëtuar dhe nuk do ishin bërë domethënë viktim e këtyre vezveseve. Se shumë njerëz domethënë bin viktim të vezveseve që i kanë dhe përfundojnë domethënë bile edhe thot Sheikh Rabia rahimahullah në pabesim, në kufër. Prandaj luftimi i shejtanit bëhet domethënë në këtë mënyrë. Si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe shikoni këtu barakallahu fikum, mënyra ose metoda e shejtanit, duke domethënë bërë përpjekje me deviju birin e Ademit, në fillim bën pyetje domethënë të sakta. Kush e krijoi qiellin, kush e krijoi tokën, kush e krijoi hënën, kush e krijoi diellin? Kret Allah. Se po të kishte ardhur nga fillimi me ato domethënë dyshimet e tij dhe kotësitë e veta dhe devimet e tij, dosha njeriu nuk ja pranon. Edhe kështu janë ehlul batil. Kështu janë edhe njerëzit e devimit. Njerëzit e devimit, po ta kishin shfaqur devimin e tyre që nga fillimi,
njeriu do largohesh prej tyre. Po ata në fillim vinë dhe thonë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë Abu Bekri radiallahu anhu, ka thënë Omeri radiallahu anhu, ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ka thënë Sheikh Rabia rahimahullah, ka thënë Imam Ibn Baz rahimahullah, ka thënë Imam Fauzani hafidhahullah, e kështu me radhë, edhe në fund do më thonë na e shfaqin devimin dhe helmin. Sepse kjo është rrugë djallëzore, që gradualisht do më thonë tenton shejtani me deviju robin. Edhe përmend këtu Imam Uthejmini rahimahullah një transmetim shumë të bukur nga Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, se i erdhën qifutët disa muslimanve, u shkun do më thonë muslimanve disa qifut, dhe u thanë, ne nuk kemi asë një lloj vesvese në namazet tona, në lutjet tona, s'kemi vesvese. Demek se kjo si mburje do më thonë, ata krenoheshin, ne do më thonë jemi në rahat, kurse ju ndodhin do më thonë vezvese e kështu me radhë. Atëherë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu tha, po, të vërtetën e kanë thënë. Të vërtetën e kanë thënë. Sepse çka të bëjë shejtani me një zemër të prishur? Do thonë, ai nuk kërkon diçka te një zemër e prishur e shkatruar. Atë ka lënë mo, e ka braktis. Ai mundon do më thonë me e prish dhe me shkatruar zemrën të gjallë dhe të shëndosh. Aty ai tenton me fut vezvese, me fut dyshime e kështu me radhë. Kurse atë që ka shkatruar e ka lënë. Atë që ka shkatruar, do më thonë, e ka braktisur. Edhe po ashtu përmend Imam Uthejmini rahimahullah një shpjegim shumë të bukur këtu, dhe thot, prandaj themi, nëse në zemrën tënde shfaqen vezvese të tilla, dije se kjo është besim i qartë dhe se imani yt është i pastër. Po të mos ishte kështu, vezvesja nuk do të vinte fare. Mirë po, përdore ilaçin profetik, sepse njeriu që ndikohet nga ajo që hyn në trupin e tij prej mikropeve, kur njeriu ndikohet domethënë prej mikropeve që hyn në trupin e tij. Thot Imam Uthejmini rahimahullah, a tregon kjo për shëndetin e trupit apo për mungësinë e tij? Përkundrazi, tregon për shëndetin e tij, sepse nëse nuk do të ndikohej, kjo do të nënkuptonte se ai e ka humbur imunitetin. E kjo është smundja e vërtet. Po, kështu edhe kjo zemër, do më thonë. Ajo nuk u ndikua nga kjo vezvese, veç sepse është e shëndosh. Prandaj tani duhet ta mjekojmë, do më thonë, me mjekim, me udhëzime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot Imam Uthejmini rahimullah po ashtu në shpjegimin të këtij kapitullit, se një gjë e tillë që njeriu do më thonë me e fut veten në këto lloj pyetje, do më thonë që me përfundu në fund pyetja e kush e krijoi Allahun subhanahu wa taala, një gjë e tillë është e ndaluar nga pikpamja fetare, po ashtu edhe nga pikpamja e logjikës së shëndosh. Një gjë e tillë e ndalon edhe logjika e shëndosh, sepse nëse do ti të vazhdojsh në këto lloj pyetje, fa ila ein, deri ku do më thonë? Pas Allahut, kush vjen pastaj? Ku do ti do më thonë të arish? Kjo do më thonë nuk ka fund. Prandaj njeriu duhet kur i vijnë vezvese të tilla, atëherë me thënë amantu billahi wa rusuli, edhe me kërku mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala nga shejtani i mallkuar. Edhe thot Imam Uthejmini rahimullah këtu në lidhje me reagimin e Abu Hurajras radiallahu anhu kur i gjujte ato beduinat me guraleca, kjo tregon domethënë në xhelozinë e tij për Allahun subhanahu wa taala dhe për fenë Allahut subhanahu wa taala, sepse ndodh që njeriu domethënë me fol fjalë që ato domethënë ja asgjësojnë, ja prishin, ja anulojnë besimin e tij. Prandaj ishte një lloj edukat nga Abu Hurajra radiallahu anhu ndaj atyrve. Dhe thot Sheikh Rabia rahimahullah se me këto metoda profetike njeriu e poshtron shejtanin. Ai atëherë ndjehet i poshtruar. Edhe i prishen atit komplotet kundër besimtarit.
Sepse el khabith, thot Sheh Rabia, sepse i prishur i shejtani, nuk vjen te qafirat e as te kriminalët. Dhe nuk u bën atyre vezvese. Por i sulmon do më thonë ata që nuk i nënshtrohen atit. Kën sulmon? I sulmon ata do më thonë që nuk i nënshtrohen atit. Sepse ai mundohet me i fut në imoralitet. Nuk i nënshtrohen. Mundohet me i fut në vjedhje dhe telashe dhe plaçkitje. Nuk i nënshtrohen. Mundohet me i fut në tradhti, nuk i nënshtrohen. Mundohet me i fut në gibete, nuk i nënshtrohen. Mundohet me i fut në mëkate, nuk i nënshtrohen. Atëherë, si lloj hakmarrje nga shejtani kundër bijave të Ademit, përdor ai domethënë në vezvese të tilla, prandaj domethënë që me poshtru dhe me shkatru, me thënë amantu billahi wa rusulih. Edhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kush e përjeton një gjë e tillë, kjo është besimi i drejtë dhe besimi i pastër. Besimi i drejtë dhe besimi i pastër, që kuptimi besimi i drejtë dhe i pastër është, thotë Sheikh Rabia rahimahullah, i cili nuk njolloset nga devijimet, as prej kufrit, as prej bidateve, inshallah. Ajo është domethënë imani i pastër dhe i drejtë, që nuk ndikohet, që nuk njolloset domethënë nga devijimet, nga pabesimi e as nga risive. Inshallah. Se thot në vazhdim Sheikh Rabia rahimahullah, se vezveset që i vijnë njeriut mund të jenë në lidhje me Allahun subhanahu wa taala, e mund të jenë në lidhje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose në lidhje me xhennetin, ose në lidhje me xhehenemin. Të gjitha këto domethënë ai duhet me i luftu, duke kërkuar mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala nga shejtani dhe duke thënë amantu billahi wa rusulih. Edhe është një përkufizim shumë i rëndësishëm që e përmend tu Sheikh Rabia rahimullah, dhe kur e thot këtë fjalë ose këto fjalë, kur e përdor këtë ilaç profetik, duhet të jetë ya'taqid, me pas bindjen të plot, të palakunshme, domethënë se një gjë e tillë nga shejtani që i vin domethënë ato sendet nuk i bëjnë dëm. Jo e thot veç me gojën e itikadin, besimin e as kurkun nuk e ka. As ndoshta nuk është i vetëdijshëm çka është u thënë. Jo, qëllimi është domethënë me e thënë duke qenë domethënë i vetëdijshëm për kuptimin dhe i bindur domethënë për përmbajtjen dhe kuptimin që e kanë ato fjalë. Edhe po ashtu thot Sheikh Rabia rahimahullah, sepse shejtani kur e sheh besimtarin duke u angazhuar me ibadet, për kushtim, sinqeritet, atëra ai fillon me sulmu domethënë me vezvese. Vezvese në lidhje me namazin e tij, vezvese në lidhje me besimin e tij, e kështu domethënë ai mundon domethënë që me largu birin e Ademit domethënë nga feja e tij. Por edhe po ashtu thot Sheikh Rabia rahimullah, që prej ilaçit është që njeriu domethënë të largohet prej atyre mendimeve dhe të angazhohet me diçka tjetër. Qoftë edhe me përpunimin e tokës. Qoftë domethënë me dal diçka, me lajt makinën për shembull, ose me ecë, ose me taku do një vlla, veç se domethënë të angazhosh veten me diçka tjetër. E mos të vazhdojsh domethënë asesi në ato mendime, sepse janë të dëmshme. Sepse të dëmtojnë, barakallahu fikum, edhe siç tha Sheikh Rabia rahimullah, mund çështja me kalu domethënë edhe në çmenduri. Mund çështja me kalu edhe në çmenduri. Edhe kena dëgju dhe na kanë tregu për vëllezërve tonë domethënë, që kena pas në Zvicër, që kur kanë filluar domethënë me islamin, me praktikimin e fesë domethënë, kanë pas shumë sulme dhe vesvese të rënda, saqë domethënë kanë pas frikë edhe për jetën e tyre. Për vëllezërve tonë selefi domethënë, që kanë përjetuar domethënë vesvese të jashtëzakonshme nga ana e shejtanit. Sepse ai kur e humb shpresën me të largu prej namazit, nga zinaja kështu me radh, atëherë fillon domethënë me këto vesvese.
me ta rëndësu, domethënë në jetesën dhe zbatimin e fesë. Por ilaçi është atë që na ka mësuar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kapitulli i radhës që përmend këtu Imam Muslimi rahimahullah, dhe këto titullimi i kapitujve i ka bë El-Hafidh an-Nawawi rahimahullah. Do të thonë titullimit që tash do lexojmë domethënë titullin e kapitullit, ato i ka bërë domethënë El-Hafidh an-Nawawi rahimahullah. Sepse Imam Muslimi rahimahullah nuk ka dasht në sahihun e tij me fut fjalë të njerëzve të tjerë përveç se fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe për me shmang kësaj çështjes, për të shmanget kësaj çështjes, atëherë as nuk ka bërë domethënë ato titullimet e kapitujve. Por ma vonë dietarët e hadithit, siç është El-Hafidh an-Nawawi rahimahullah, kanë ardhur domethënë dhe që ta bëjnë domethënë më të lehtë domethënë për lexuesin, për kërkuesin e dijes, për studiuesit e kështu me radhë, sepse sa herë që kalon koha domethënë dija dobësohet. Dija domethënë dobësohet. Prandaj dietarët e shohin domethënë si këtu domethënë edhe në libra tjera kanë bërë domethënë përpillime ku i kanë shkurtuar librat dhe ka ndodhur që një libër është shkurtuar 3 ose 4 herë. Se kur kanë pa dietarët domethënë që libri është i vështirë për me kuptuar që ta kuptojnë nxënësit, atëherë kanë shkurtuar ose e kanë bërë edhe më të thjeshtë edhe një herë, pastaj kur kanë pasë kanë kaluar një kohë të caktuar, prapë kanë pasë kanë vështirësi, prapë u kanë thjeshtësuar edhe një herë. E kjo flasin para 700 vjet barakallahu fikum. Si është sot? Si është domethënë në kohën tonë barakallahu fikum? Thot El-Hafidh an-Nawawi rahimahullah, babu wa'idi man iqtata'a haqqa muslimin bi yaminin fajiratin bin nar. Kapitulli kërcënimi për atë që e merr të drejtën e një muslimanit me betim të rrem, se dënimi i tij është zjarri. Do thonë kërcënim për atë që merr të drejtën e një muslimanit me betim të rrem, se dënimi i tij është domethënë në zjarri, se dënimi i tij është zjarri. Këtu po ashtu ka përmend Imam Muslimi rahimahullah disa ahadithe. Hadithi i parë është ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna. Faqala lahu rajul, wa in kana shay'an yasiran ya Rasul Allah, qala wa in qadiban min arak. Këtu në këtë hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ja përvetson të drejtën një muslimanit me betimin e tij, Allahu e ka bërë të detyrueshëm zjarrin dhe ja ka ndaluar xhennetin. Atëherë dikush prej të pranishmeve i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse bëhet fjalë për një çështje domethënë që ka shumë pak vlerë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse është një shkop i vogël prej drurit të arakut, do thonë misfakut. Edhe nëse bëhet fjalë domethënë edhe për një dru prej misfakut, nëse është domethënë e përvetson ai me pa drejtësi, atëherë domethënë vlen ky kërcënim për atë njeri. Po ashtu edhe hadithi i radhës që transmeton Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, man halafa ala yamini sabrin yaqta'u biha mal imri muslimin huwa fiha fajirun laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Kush betohet me një betim të rrem për t'i përvecuar pasurinë e një muslimanit, për t'ia përvecuar vetes domethënë pasurinë e një muslimanit, ai është mëkatar në këtë betim dhe do ta takoj Allahun i zemëruar ndaj tij. Dhe ka me taku Allahun subhanahu wa taala ditën e gjykimit dhe Allahu taala ka me qenë me të i zemëruar. Shkaku i zemërimit të Allahut subhanahu wa taala ndaj atij personit është se ai e ka përvetësuar domethënë një pasuri të një muslimanit me padrejtësi, duke u betuar, domethënë duke u betuar. Edhe thot Imam Uthemini rahimahullah këtu se
pse do më thonë me qenë ky kërcënim kaq i ashpër, që Allahu më ja bërë detyrueshëm atij zjarri dhe t'ia ndaloj xhennetin. Pse kaq do më thonë kërcënim të ashpër? E para thot Sheikh Uthemini rahimullah, për shkak se ky person e përvetson atë pasuri duke u betuar në Allahun subhanahu wa taala në mënyrë të rrejshme. Kjo tregon domethënë se ai nuk e madhëron Allahun subhanahu wa taala. Se nëse do kishte pas ai në zemrën e tij madhërim për Allahun subhanahu wa taala ashtu siç i takon Allahun subhanahu wa taala, nuk e kishte bërë një gjë e tillë. Kjo duhet të shihet domethënë. Pastaj kalon çështja e dytë domethënë që ai e prek domethënë në pasurinë e cila është e paprekshme të një muslimanit domethënë. Të një muslimanit. Edhe po ashtu hadithi i radhës është hadithi i gjatë prej Wail radiallahu anhu se erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga hadhara al-maut dhe një njeri prej Kinda te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai te hadhara al-mauti i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri ma ka marr tokën, ma ka përvetësuar tokën time, domethënë që e kam nga babai jem. Domethënë u ankua ky nga hadhara al-maut, el-hadrami, u ankua domethënë për atë el-Kindi. Duke thënë domethënë se ky ma ka marr tokën e babit tem, e prindin tem. Atëherë el-Kindi, ai që e kishte tokën në dorën e tij, që e punonte, tha hiya ardi fi yadi azra'uha laysa lahu fiha haq. Ajo është toka jeme që unë e përpunoj dhe ai nuk ka asnjë lloj të drejtë në të. Thon tash u përplasën. Ky thotë është toka jeme që ky tjetri ma ka marr. E ky tjetri që është duke e punu thotë jo. Është toka jeme, ardhi dhe unë jam të punu domethënë. Atëherë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij që pretendonte se është toka e tij e ka trashëguar nga babai i tij, i tha aleke bejjina, a keti do një argument, do një dëshmi? Atëherë ai tha la, s'kam. Nuk kam domethënë as një argument diçka. Edhe këtu kur jemi te el bejjina, domethënë argument ose dëshmi, thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, llojet e dëshmisë për raste të tilla janë tre kategori janë, tre llojesh. Lloji i parë që me dëshmuar dy persona, musliman të drejtë, që të vinë domethënë dy musliman të drejtë, të shëndosh, edhe dëshmojnë domethënë se me të vërtet toka e ka pas ai nga babai i tij, po ky tjetri ja ka marr. Kjo është një, lloji i parë. Lloji i dytë thotë Imam Uthemini rahimahullah, me qenë një burr edhe dy gra, që të dëshmojnë se me të vërtet toka është e filanit, dëshmojnë domethënë një burr edhe dy gra. Dhe kjo është domethënë na tekstualisht nga libri Allahu subhanahu wa taala. Dhe lloji i tretë është domethënë që ai domethënë i cili pretendon, ai i cili domethënë pretendon diçka me u betu domethënë edhe me qenë i vetëdijshëm domethënë se nëse gënjen se çfarë lloji domethënë kërcënim e pret atë. Domethënë me u betu, dhe kjo është domethënë thotë Sheikh Uthemini rahimullahu, është e vërtetuar domethënë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kur i tha ky domethënë se unë s'kam, kur i tha pejgamberit alayhi salatu wasallam se unë s'kam asnjë dëshmi, asnjë dokument në gjuhën tonë aktuale, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha faleke yeminu. Atëherë është çështja domethënë që ai tjetrit betohet. Nëse ai betohet se është toka e atit, mbaroi çështja. Ai që është aktualisht duke përpunu dhe duke mirëmbajt, nëse betohet ai domethënë, atëherë është domethënë mbaron çështja. I takon toka atit. Atëherë ky nga hadar al-maut i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, inna ar-rajul fajirun la yubali ala ma halafa alay. Ky njeriu është fajir, njeri i prishur me katar. Se vret kokën pse betohet domethënë në mënyrë të rrejshme. Prandaj thotë Sheikh Uthemini rahimullah këtu,
njeriu el qadi, ai i cili gjykon në mesin e njerëzve, duhet me qenë domethënë nga aspekti i emocioneve shumë i fortë. Mos me u ndiku domethënë nga rrethina të tilla. Se ajo puna e Sheh Rabis, antum indakum da'awat kathira ana abgha adilla. Edhe pse ishte situata e tensionuar, edhe pse ishte situata emocionale, po me gjithë ato rrethanat edhe domethënë situata edhe përjetimet, ana abgha adilla. Kjo është domethënë që mua më lëviz. Edhe këtu domethënë i thot domethënë se ai nuk friksohet, wa laysa yatawarra'u min shay. Domethënë nuk friksohet domethënë që me bën një gjë e tillë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha laysa laka minhu illa dhalik. Ti nuk ke në lidhje me atë personin vetëm se kjo çështje domethënë. Vetëm se kjo çështje. Domethënë nëse ai betohet, po u betut atëherë toka i takon atit. Kjo në dunja barakallahu fikum. Edhe duhet me lënë domethënë. Kjo është feja jonë barakallahu fikum. Po u grinde me dikën, u kape. Na që i ke marrë për shembull trashëgimi në rashapoj prej tokat e dhëndri, edhe pasaj grindet me dikën tjetër atje, për ato tokat. Atëherë ai tjetri betohet se është kjo toka ime. Ky dhëndri s'ka qenë asnjëherë me pa tokën, as me përpunu. Atëherë domethënë duhet po u betu me e pranu. Kjo është për dunja barakallahu fikum. Nëse ai tjetri me të vërtet betohet në mënyrë të rrejshme, duke gënjy, atëherë çështja është shumë më e madhe në ditën e gjykimit. Që siç u përmend në fillim domethënë se ai domethënë i bëhet detyrë zjarri dhe Allahu ja ndalon xhenetin, dhe në hadithin tjetër që Allahu do jetë me të i zemruar në ditën e gjykimit. Prandaj janë këto domethënë kërcënime që njerëzit domethënë të vetëdijsohen, Edhe para se ai tjetri, edhe kjo është nga urtësia e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe mënyra domethënë e mësimit, e udhëzimit të sahabëve ridwanullahi alehim, para se tjetri të betohet, pejgamberi alayhi salatu wasallam e përkujtoi domethënë me këtë çështje që amma la in halafa ala malihi li ya'kulahu dhulman, nëse ai betohet domethënë në lidhje me pasurinë që ai më ngrën me padrejtësi, la yalqayanna Allah wa huwa anhu mu'ridun. Ai ka me takuar Allahun subhanahu wa ta'ala ditën e gjykimit, do thonë, dhe Allahu do i shmanget atij domethënë. Ose siç u tha në hadithi tjetër, Allahu do jetë i zemruar me të. Allahu do jetë domethënë i zemruar me atë person. Thot Sheikh Rabia rahimahullah se ky kapitull, kuptimi i këtij kapitullit është se zullumi, padrejtësia është ndaluar. Dhe se për atë domethënë zullumin, padrejtësinë kanë ardhur të gjitha këto tekste dhe tekste tjera domethënë me kërcënime domethënë të ashpërta. Por këtu është domethënë në lidhje me përvetësimin e pasurisë të një muslimanit me padrejtësi. Edhe thot Sheikhu në vazhdim, Sheikh Rabia rahimahullah, se njeriu nuk bën domethënë me bë padrejtësi njeriu, edhe nëse bëhet fjalë për çështje domethënë lejse lehu qima, nuk ka shumë vlerë, ose gati hiç, nuk do të paramendon. Edhe nëse është puna për çështje që kanë shumë pak vlerë, s'bën njeriu me bë padrejtësi. Edhe kjo hyn, ose këtu janë të përfshirë muslimani, besimtari, që nuk mund t'i bësh padrejtësi, po ashtu edhe el kafir domethënë qafiri s'bën t'i bësh padrejtësi, edhe pse është pa besimtar. Edhe ai që pushtetari i muslimanëve i ka dhënë atij domethënë lloj sigurie që ai me hyn në një shtet të muslimanëve, po ashtu s'bën edhe pse është qafir. E jo ti ta kapësh rrugëve në Egjipt ose në Maroko ku e diku në për shkretirat, edhe me thënë na çka hyn te xhepi jem është e imja. Siç e thoshte shehu jon Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah në Medinë, ka disa njerëz domethënë që thonë, ndoshta nuk e thonë me gojën, po e bëjnë me vepran e tyre, çka hyn në xhepin tem është e imja. Si ka hyn, çfarë lloj mënyre, çfarë lloj metode, s'lund rol për ata. Jo, domethënë robi duhet me pas frikë Allahun subhanahu wa taala
dhe edhe nëse është për çështje që s'kan vlerë gati, lejse lehu qima, nuk ka vlerë domethënë. Nuk bën domethënë me i bë padrejti, as besimtarit, as qafirit, as atit që është dhënë garancion me hyrë në vendin e muslimanëve, as në pasurinë e atij, as në nderin e tij. Sepse Allahu subhanahu wa taala i ka ndaluar vetës së tij padrejtësinë dhe ka bërë domethënë të ndaluar haram edhe mes njerëzve. Dhe definicioni i dhulmit është që me vendos diçka jo në vendin e duhur. Definicioni i zullumit i padrejtësisë është vendosja e diçka në vendin jo të duhur. Edhe thotë Shekh Rabia rahimahullah këtu e përmend një fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah dhe thotë Sheikhu, më ka pëlqyer shumë një fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymijas rahimahullah. Do të thonë ka mahnit Sheikh Rabin. Fjala e Sheikhul Islamit Ibn Taymijas rahimahullah. Në lidhje që ka thënë, në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Ibn Taymija, do të thonë, me të vërtet Allahu nuk i bën padrejtësi askujt, madje as sa një grimc pluhuri. Këtë ajet e ka komentuar Ibn Taymija rahimahullah kështu. Kjo tregon se nëse një grimc pluhuri do të shtohej në mëkatet e dikujt ose do të hiqej nga veprat e tij, kjo do të ishte padrejtësi. Allahu është i pastër nga çdo padrejtësi, edhe nëse është kaq e vogël. Dhe shikoni, sa një grimc, domethënë pluhuri, nuk bën domethënë t'i shtohet në peshorën e atij, në mëkatet e atij personit ditën e gjykimit. E as prej veprave të mira. Po eksakt domethënë atë që e ka merituar dhe që e ka vepruar. Pa mi ashtu, pa mi hek. Dhe kjo tregon për sosmërisë së drejtësisë së Allahut subhanahu wa taala. E si është domethënë barakallahu fikum, këto tekste të Koranit, të Sunetit, duhet patjetër domethënë me lënë gjurmë te besimtari. Duhet me lënë gjurmë te besimtari, me ndiku në zemrën e tij. E si është domethënë me njerëz që e fshehin veten e tyre mas celularëve, mas kompjuterave dhe e cenojnë nderin e muslimanëve. I sulmojnë muslimanët dhe shpifin për muslimanët dhe bëjnë gënjeshtra kundër muslimanëve. Dhe nuk është vetëm kundër muslimanëve, kundër dietarëve, kundër njerëzve të dijes, kundër nxënësve të dijes. Do të thonë kjo duhet me ndiku. Robi duhet me pas frikë. Se mirë, shpëtoi ky në dunja, iku, nuk e mori vesh askush. Po, si është në ditën e gjykimit? Si është në ditën e gjykimit? Që atë ditë nuk ka shkëmbim parash. Nuk ka shkëmbim valutave dhe pasurisë së dunjas. Ti nëse dikush për atyre domethënë pretendon xhelozi për fenë e Allahut subhanahu wa taala, xhelozi për menhexhin selefi, atëherë mbrojë menhexhin selefi domethënë ashtu siç e kanë mbrojtur dietarët prej selefit deri sot. Do thonë mbrojë menhexhin selefi me metodën e dietarëve. Jo me metoda domethënë të qafirave, me pseudo emra. Mbrojë Islamin, edhe Islami nuk ka nevojë për pseudo emra dhe pseudonime. Dhe ne nuk e fshehim akidën tonë. E themi haptazi. Edhe janë, si i ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, la tazalu taifatun min ummati zahirin ala al-haq. Do të vazhdojë një grup i ndihmuar nga ummeti im. Ashiqare, të dukshëm në të vërtetën, të dukshëm janë ata, nuk mshehen ata. Nuk fshehen. Edhe pse ta fshehim. Prej kujt kemi frikë? Prej kujt kemi turp për të vërtetën? Atëherë ti nëse do domethënë me mbrojë fenë Allahu subhanahu wa taala, mbrojë domethënë. Po mbrojë domethënë sipas asaj që është në librin Allahu subhanahu wa taala dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kuptimin e selefus salih
dhe si kanë vepruar domethënë a'immatu salaf dhe imamlarët deri në kohën e sotshme. Këtu thot Sheikh Rabia rahimahullah, nëse ai personi është i vetëdijshëm për këto tekste, se është ndaluar domethënë përvetësimi i pasurisë së muslimanit në mënyrë të padrejtë, është i vetëdijshëm dhe e bën halal istihlal, atëherë ky domethënë del nga Islami, del prej fesë. Edhe ai përherë domethënë ka me qenë në zjarr dhe i ndalohet përherë dhe përgjithmonë domethënë hyrja në xhennet. Nëse bën istihlal, e bën halal domethënë. E nëse thot Sheikh Rabia rahimullah, nuk e bën një gjë e tillë halal, por e ka bizotru domethënë në epshi, është ndiku nga epshi i tij, atëherë domethënë është mëkatar, i cili është domethënë nën mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Ky person është nën mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, po do Allahu taala e dënon për atë mëkat që ka bërë ose për ato mëkate, e nëse do Allahu subhanahu wa taala nga mëshira e tij e fal domethënë dhe e fut në xhennet. Po edhe nëse ky njeri, i cili është musliman, një herë hyn në xhehenem, Allahu na ruaj, po përfundimi i tij patjetër ka me qenë xhenneti, për shkak imanit dhe tauhidit që ka pas. Përfundimi i tij është domethënë në el jannah. Pastaj të çështja është ndalur këtu pak Sheikh Rabia rahimahullah dhe ka folë gjatë për këtë çështje. Është çështja domethënë te fjala e pejgamberit alayhi salatu wasallam ku thotë laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Ai njeri domethënë që merr tokën ose pasurinë e një muslimanit me padrejtësi, e takon Allahun subhanahu wa taala në ditën e gjykimit dhe ajo është i zemruar me të. Këtu ghadban është cilësi prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala, zemrimi, hidhërimi. Por prej shpjeguesve më të mirë ose ndër shpjeguesve më të mirë të Sahih Muslimit është pikërisht Nawawiu rahimullah, El-Hafidh an-Nawawi rahimullah. Po thotë Sheikh Rabia rahimahullah se bash në shpjegimin e këtij hadithi këtu ghadban e ka keq interpretuar Nawawiu domethënë në këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala dhe është ka thënë Nawawi rahimahullah se për qëllim është domethënë këtu dëshira me e larguar nga mëshira e Allahut. Domethënë kjo zemrimi i Allahut është për domethënë interpretuar nga Nawawi rahimahullah se është për qëllim domethënë dëshirë me e largu nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thotë Sheikh Rabia, hadha khata'un kabir. Kjo është domethënë një gabim i madh që shpesh herë ndodh Nawawiu rahimullah. Shpesh herë ndodh Nawawiu rahimullah, Allahu e falt. Sepse ai ec në këto çështjet e cilësive të Allahut subhanahu wa taala sipas rrugës së Esharive. Duke e keq interpretuar domethënë cilësinë e zemrimit në çështje domethënë se dëshira me larguar nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ajo që është edhe më e keq që thot Sheikh Rabia rahimullah këtu, se Nawawi rahimullah ka thënë wa qala al-ulama, dhe kanë thënë kështu dietarët. Pa më definu se kush janë ato dietarë që kanë thënë këtë fjalë. Edhe kjo mundet me shkaktu domethënë irritim të njerëzit, të kërkuesit e dijes, të lexuesit. Edhe tash prej këtu e kuptoni pse nuk i themi Nawawiu rahimullah Imam an-Nawawi. Sepse si ka thënë Sheikhu ynë al-Allama Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah në Medinë në një takim një herë, një nxënës nga Gjermania i bënte Sheikhut një pyetje dhe i tha Imam Nawawiu dhe Imam Suyuti. Atëherë Sheikhu hafidhahullah i tha, mos u thuaj atyrve imama. A nuk e sheh domethënë se çfarë gabime kanë në këto çështje që janë çështje domethënë që e prekin besimin, akiden, bazën e bazave, tauhidin, tauhid el-asma wa sifat. Një imam është ai tha Sheikhu i cili tër jetën e tij e ka kaluar në sunnet. Në sunnet domethënë edhe në rrugën e sahabëve ridwanullahi alejhim. Dhe ka luftu, dhe ka mbrojt, dhe ka përpillu, dhe ka shkrujt, dhe ka refuzu, ajo është imam.
Po, prandaj I themi el-hafidh. El-hafidh. Ka mundësi, tash mos më gjikoni ju me këtë, ka mundësi, do më thonë edhe une, do njëherë në shpjegim, me dërëshit goja me thënë imam. Se kena dëgju, do më thonë, Shekh Muhammed Aman el-Gjami, rahimullah, thot imam el-Nawawi, rahimullah. E thot imam. Ama kjo nuk është e zakonshme. Edhe ti mos I bë ato, do më thonë, priashtimet ose rrallë herë që I ka thënë do një djetar, me I bë, do më thonë, të zakonshme. Ajo që e meriton dhe është, do më thonë, pozita e ti, me thënë el-hafidh, hafuzi. Edhe me të vërtet ka qenë hafidh. El-hafidh el-Nawawi, rahimahullah. Sepse këto çështje, do më thonë, janë çështje të rënda, si që thotë Shekh Rabia dhe, gabim I madh. Sepse, plus është edhe ma I madh, me thënë, ka thënë djetarët. Thotë Shekh Rabia, rahimahullah, jo. Këtë e thojnë ehlul bid'a wa ehlul kelam. Këto fjalë dhe këto keq interpretime I bëjnë, do më thonë, njerëzit e bidatit dhe njerëzit e kelamistat. Ata bëjnë keq interpretime të tilla të cilësive të Allahut subhanahu wa taala. E kjo është në kundërshtim me asaj që ishin sahabat e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe selefu salih. Shikoni, do më thonë, Shekh Rabia, edhe kjo është, do më thonë, guxim. Kjo është edhe guxim, edhe dije, edhe siguri. Jo, po dhe nesër tjenë dikush, jo po ka folë për Nevawiun, rahimullah. Sepse, ehlul batil, ata njerëzit e kotës, nuk kanë fuqi me u përballu me njerëzit e të vërtetës drejt për drejt. Marrin emra të mëdhej, që në përmjet atyrve emrave, synojnë t'i godasin njerëzit e të vërtetës. Kjo është realiteti. Që Shekh Rabiz, rahimahullah, si kanë dalë për para ato hadadit, edhe kanë thënë, Shekh Rabia po fol për Shekh bin Bazin, Shekh Rabia fol për Shekh Al-Albanin, Shekh Rabia fol për filanin e filanin. Ahlul bidat të sotshëm nuk I dalin për balë Shekh Abdullah Bukharit, hafidhahullah, po thonë, ka fol për Shekh Mukbilin, ka fol për Shekh Luhajdanin, ka fol për Shekh Abadin e kështu me radhë. Ata, dilni ju. Edhe këta, do më thonë, hadadit që janë në mesin tonë këtu, së ndalin me u ballafaqu me selefit, po çka do më thonë na, jo po kanë folë për Imam Fauzanin, kanë folë për Imam dietar. Jo, ne I shpjegojmë librat e dietarëve. Dhe ne kemi bindje, do më thonë, nuk I frikës. Kjo është rruga, do më thonë, besim. Akida e kemi ne. Që me nderu dhe me I pas ato janë imamlar, si Shekh Fauzani, hafidhahullah, si Shekh Abadi, hafidhahullah, si dietarët të tjerë që kanë vdekë, do më thonë, kjo është besim, bindje që ne I afrojmë Allahut subhanahu wa taala, jo për skufloqe, do më thonë, dhe me përfitu diçka prej dunjas. Nëse kanë diçka ata, ne sjellin, do më thonë. Sot kësaj dite nuk kanë nxjerr, do më thonë, në shkum larg tash. Sot kësaj dite nuk kanë sjell ata, do më thonë, për mësimeve tona, për mësimeve të Xhemalit, Mijat, Albenit, Kamerit, e vëllezërve, nuk kanë sjell, do më thonë, në gabime. Që më thonë, ky ka shpjegu kët, e ka deviju besimin. Ai shasivari I gostivarit, që I hapin rrogën ata, si kishte thënë, xahila. Para mendon, do të thonë, xhamatin e vet e ka qyt xahila, do të thonë, kjo nuk është etik me xhamatin që ta jep rrogën. Ato xahilat edhe disa prej familjes. Pash, një ditë se di si ndodhi, pash hutbet e atij që kishte mbajt te xhamia e vet, ja 2-13 hutbe më duket ishin. Një 6 ose 7 dëgjova, një 6 ose 7 I dëgjova. Fillimin dëgjova. Nuk thoshte shasivari, jeton shasivari, nuk thoshte në ato hutbe, se inna kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin fin nar. Nuk e thoshte këtë. Se çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje është në zjarr. Nuk e thoshte këtë. Do me thonë, selefët, ridwanullahi alejhim, a'immatu salaf, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radiallahu anhum, pastaj Abdullah ibn Mubarak, Imam Ahmed, e të tjerit ridwanullahi alejhim, kur I kanë majt hutbet, kanë përmend se çdo bidat është humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Ky nuk e bën një gjë e tillë. Imam Rabia rahimullah thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam I mbante hutbet e tij dhe thoshte se çdo bidat është humbje dhe çdo humbje është në zjarr, derisa në mesin para pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk kishte asnjë bidatçi. Në një kohë që në para pejgamberin alayhi salatu wassalam nuk kishte asnjë bidatçi. Edhe prapë me këtë intensitet, domethënë në mënyrë intensive, paralajmëronte pejgamberi alayhi salatu wassalam nga bidati.
Ky tjetri mban hutben para bidatçive, edhe zguzon, edhe kjo tregon domethënë që ata kanë bërë kompromise. Kanë bërë kompromise domethënë në korrizin e menhexhit. Edhe mendova këtë se u apërmes domethënë realisht s'du të merrem me këta njerëz. Se me të vërtet s'kan kjo tregon domethënë se sa i shitur është, edhe se s'ka vendosmëri domethënë. E mendova me atë mentorin e tij që e ka. Ai Alban Malaj. Po ta kishte bërë Xhemali një gjë e tillë, një hutbe para 5 vjet, para 10 vjet, edhe nuk përmend kundër bidatit dhe se është humbje dhe devijim dhe zjarre kështu, ja kishin ngrit gudunjan. Kishin shku te Sheikh Rabia, te Muhammed Hadi asaj kohe, Sheikh, ky para njerëzve nuk e thot këtë e ka lënë, këtë e ka bu kështu e ka. Kështu do bëshin domethënë. E kishin bu aq të madhe se ky e ndryshoi fen. Ky duhet me luftu, duhet me largu. Ata tash domethënë as një fjalë, 6 hutbe i dëgjova, se s'kisha më shumë vakët, 6 ose 7, askund nuk thot domethënë se çdo bidat, çdo risi është bidat dhe çdo bidat është humbi dhe çdo humbi është në zjarr, nuk e thot ta. Ti nëse i je i lirë, se kur të punosh normal ke sharit edhe Mutezili, se nuk thosh që aty në bidatçi. Edhe pasaj tregon se ky nuk ka askënd mbi kokë. Jo, i ke ata domethënë Mutezilit edhe Xehmit edhe e sharit. Edhe prandaj se nuk thush tash se je shitur, se nuk thush se jeni bidatçi. E sfidoj, ne ta incizojnë vetën e ti duke u thonë në atyre se janë bidatçi. Ne e sfidoj. S'kan mundësi. Ne u themi në çdo kohë. Në çdo kohë domethënë se janë bidatçi. Shikoni këtu domethënë çfarë guzim ka Sheikh Rabia rahimullah. Nuk i friksohet Sheikh Rabia rahimullah që nesër me dal dikush e më thonë jo po nuk edhe e kanë thënë këtë. E kanë thënë Ali Halebiu e ka thënë për Sheikh Rabin rahimullah. Se Ali Halebiu s'ka pas mundësi me u ballafaqu me Sheikh Rabin me u përplasë. Ka thënë Ali Halebiu, nuk la mo Rabia al-Madkhali, doli edhe te Ibn Taymija rahimullah. Ajo çështja domethënë dashuria e bidatçiut, me dash bidatçiun për islamin e tij dhe me urrejt për bidatin e tij. Sheikh Rabia ka thënë ka vetëm urrejtje, nuk ka këtu dashuri, sepse ne shikojmë librat e selefit. Aqidatu Salaf Ashabul Hadith, libri Usulu Sunat Imam Ahmedit, Usulu Sunat Imam Humeidit e kështu. Gjithmonë kur kanë folur aty për bidatçit, nuk kanë përmendur domethënë na dashuri, me dash për islamin dhe me urrejt për bidatin. Po kanë thënë urrehen bidatçit. Sheikh Rabia ka thënë Ibn Taymija rahimullah mbi kokë kemi dhe mbi syve e duam e respektojmë, është imam. Ama në këtë çështje nuk pajtohemi. Ka dalë Ali Halebiu, shiko, nuk mbeti në fund, doli edhe Ibn Taymija domethënë gabimtar. E njëjta gjë si këta, nuk mbeti për Semir Veliu edhe Sheikh Fauzani. Jo, në prej ditës së parë kur kanë filluar me mbëdhënie dhe ligjërata, prej ditës së parë domethënë janë mbështetur shpjegimeve të Imam Fauzanit hafidhahullah. Janë mbështetur. Edhe thot Sheikh Rabia rahimullah, se një gjë e tillë me thonë se kanë thonë dietarët nuk është e saktë dhe kjo nuk është rruga e sahabëve, nuk është rruga e selefëve, edhe thot këtu Sheikh Rabia rahimullah, shikoni librat e selefit ridwanullahi alehim, si për shembull libri Imam Buhariut Khalq Af'al al-Ibad, dhe shikoni librin e djalit Imam Ahmedit Abdullah ibn Ahmedit Es-Sunna, dhe shikoni librin El-Jami'u të Imam Tirmidhiut, dhe të Es-Sunan të Abu Davudit, dhe të Ibn Majahs, dhe të Buhariut, libra të tjera, që të gjitha këto domethënë na e pohojnë që i pranojmë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala ashtu siç e kanë ardhur. Dhe siç i takon Allahut subhanahu wa taala. Pa me hy domethënë në shtrembime, pa me i deviju, pa me i refuzu, pa me bë krahasime dhe pa me bë domethënë imitime. Edhe thot Imam Uthaymin rahimahullah, e thon një fjalë madhështore këtu Imam Uthaymin rahimullah. Kur pejgamberi alayhi salatu vesselam i apohon Allahut subhanahu wa taala këtë cilësi, cilësinë e zemrimit. Dhe po ashtu Allahu subhanahu wa taala ka pohuar vetës këtë cilësi, cilësinë e zemrimit. Atëherë pse më thon falimadha naqul, pse më thon innahu la yaghdab, ai nuk zemrohet. Allahu thot se ai zemrohet. Pejgamberi alayhi salatu vesselam thot për Allahun taala ai zemrohet. Pse me thënë kush i je ti? Pse me thënë nuk zemrohet?
dhe me e shtrëmby, dhe me keq interpretu këtë domethënie. Kush je ti? Kush je ti? Allahu thot për veten e tij, zemrohet. Yaghdab. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, më i dituri për Allahun subhanahu wa taala, thot yaghdab. Vjen dikush tjetër tash, kush do qoftë? Edhe thot la yaghdab, nuk zemrohet. Çka është kjo? Edhe i përmend Sheikh Rabia rahimahullah, të gjitha këto domethënë në argumente edhe libra të selefit ridwanullahi alehim ku pohohet domethënë në aqidja e selefu salih ridwanullahi alehim. Dhe po ashtu, kur në një transmetim këtu, në lidhje domethënë me ata që përvetsojnë diçka për veten e tyre me padrejtësi dhe duke u betuar domethënë në mënyrë të rrejshëm, ka përmend një herë këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe një ajet, do të thonë duke ia bashkangjitur fjalës së tij dhe fjalën e Allahut subhanahu wa taala, që me përforcu këtë domethënë këtu argumentimi, është fjala e Allahut subhanahu wa taala, innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila. Me të vërtet ata që shesin beslidhjen e Allahut dhe betimet e tyre për një shpërblim të vogël. Për një shpërblim domethënë të vogël. Dhe kjo është, thotë Sheikh Rabia rahimahullah, edukat nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në argumentim, që me përmend domethënë ajete dhe me përmend edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka qenë rruga e dietarëve, thotë Sheikh Rabia rahimahullah. Kështu kanë punuar domethënë dietarët, që ai i cili dëgjon me përfitu në mënyrë maksimale, që dëgjon domethënë, e dëgjon në gjykimin për diçka ose gjevapin, përgjigjen për një mesele, dhe pastaj domethënë po ashtu duke shoqëruar atë me ajet ose me hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kështu domethënë të shtohen argumentet, të shumëfishohen domethënë argumentet, dhe një gjë e tillë është domethënë e ligjshme. Një gjë e tillë domethënë është e ligjshme. Tash më kujtu në mënyrë spontane këtu kur e përmendi Sheikh Rabia rahimahullah, domethënë me i shumëfishu argumentet dhe me i shtu sa ma shumë, që domethënë është një gjë e ligjshme. Tash gjatë Ramazanit e kemi një farlloj seminar, si ta themi gjermanisht, që e lexojmë një libër të shejkhut ton Sheikh Arafatit hafidhahullah në lidhje domethënë në lidhje me cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje domethënë se si ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, morali i tij, sjellja e tij kështu me radhë. Është një libër domethënë fantastik. Me të vërtet, mënyra e përpillimit ta kujton mënyrën këtë që ka thënë Sheikh Rabia rahimullah këtu. Argumente pas argumente, ethere pas ethereve. Edhe kjo tregon domethënë dijen e gjerë që e ka shejhu jon, Sheikh Arafati hafidhahullah. Edhe thot, dhe me këtë bidhnillahi ta'ala e përfundojmë, ose disa çështje që i përmend këtu Sheikh Uthemini rahimahullah, që janë shumë të rëndësishme. Çështja e parë që e përmend këtu Sheikh Uthemini rahimahullah, ata mohuesit e cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala, duke tentuar të ikin nga diçka, janë fut ose kanë ra ose kanë përfunduar në çështje shumë domethënë të rrezikshme. Se kur kanë tentu domethënë me i keq interpretu tekstet e Koranit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë domethënë përfundojnë domethënë në ato rreziqe shumë të mëdha. Prandaj domethënë njeriu duhet të përmbahet asaj që është në Koran, sunet, sipas kuptimit të selefus salih ridwanullahi alehim. Se përndryshe domethënë nuk ka garancë se ku do përfundojnë. Po ashtu, e përmend Imam Uthemini rahimullah një mesele këtu, një çështje,
Nëse ai i cili pretendon tokën ose një pasuri është musliman, e pretendon një gjë e tillë kundër një qafirit, i shkon domethënë qafirit, edhe i thot, kjo toka që ti e punon edhe e mirëmban, është toka jeme. Është toka jeme. Dhe muslimani njëkohësisht nuk ka argument se është toka e atit. Nuk ka bejina, nuk ka dokumente për atë tokë. Atëherë, si qëndron puna domethënë që dihet se ai qafiri betohet në Allahun subhanahu wa taala edhe se vret kokën. Ose a është çështja që me i thënë atij qafirit, thotë Sheikh Uthemini rahimullah, betohun ata të adhuruarit tënd që ti i ke, që ti i madhëron shumë, edhe ai atëherë domethënë betohet me betim domethënë të sinqert. Se ata i ka domethënë i adhuron dhe i madhëron dhe i vlerëson dhe ndoshta u friksohet. Ai themi domethënë a bën me i thënë me që se e dim se ai betohet në Allahun Taala pa drejtësisht dhe duke gënjy, atëherë me i thënë jo po betohu domethënë në ata aliha, në ata të adhuruarit yt që i ke ti. Jo, thotë Sheikh Uthemini rahimullah. Asesi, se çështja e shirkut është shumë më e madhe. Por i themi domethënë betohun Allahun subhanahu wa taala. Betohun Allahun subhanahu wa taala, e nëse ndodh që ai gënjen domethënë dhe mashtron, atëherë çështja është çështja dunja. Po në ditën e gjykimit domethënë i kthehet haku atij pronarit dhe poseduesit të asaj toke. Domethënë nuk bën këtu kompromise, jo po më thënë jo po ky qafir edhe ashtu do shta betohet domethënë duke gënjur në Allahun Taala, atëherë le të betohet domethënë ata që ai adhuron. Jo, asesin nuk bën. Por prapi kërkon domethënë el qadi, gjykatësi ose ata që janë domethënë organet kompetente që më betun Allahun subhanahu wa taala. E nëse ndodh që muslimani ose ai që e ka të drejtën e asaj tokë ose çfarë do qoftë pasuri, e hupat për shkak atij betimit që ai e bën në Allahun subhanahu wa taala në mënyrë të rreshme, atëherë ajo i kompenzohet dhe i kthehet ditën e gjykimit. Edhe bidhnillahi taala me kaq po përfundojmë. Dhe e përmendim edhe këtë dobi të Sheikh Rabiz rahimahullah, ku thot fa hunaka dhanbun la yughfar. Ka një mëkat që nuk falet, është shirku. Dhe thot wa hunaka dhanbun la yutrak abadan. Ka edhe mëkat që nuk lihet kështu pas dore asnjëherë. Janë ato domethënë mëkatet që i bën njerëzit ndaj njëri tjetrit me padrejtësi. Edhe ato nuk lihen ashtu. Po ditën e gjykimit secili ka më marr domethënë atë që meriton. Dhanbun la yughfar wa dhanbun la yutrak. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.